energjisë në këto sfidat momentale, edhe si siguri nacionale, edhe si proces transparent, edhe si proces profesional, janë super mongu të na. E kam lexu këtë strategjinë e re që e kem për energji, kam pas kritika atër, këtu në emision kur e kam kritiku qasen edhe mendësinë e qymyrit. E kam kritiku dhe vazhdoj të kritikoj qasjen ku nuk ke kapacitete as ta mendosh qysh ki me bo këtë tranzicionin e gjelbërt. Qasjen as që nuk ke ide qysh mi u përshtat kërkesave dhe regulativa. Është regulativa energjisë është greja. Emisionin e karbonit, emetimin e karbonit. Dhe kjo është tani rrjedhimisht në sene tjera. Prandaj është shumë dimensionale, lypni për kushtim. Edhe prap politikisht, kjo i te kalon kushtrim mendoj, shkurt e kam. Politikisht kjo te kalon prap partit politike, edhe vetë vendosjen te kalon. E këtu se këtu desha të ndalem, po që mos ndalem se si me ekspert e energjisë, po jemi vrojtues të vëmendshëm edhe monitorues të situatës politike. Shembull tek presioni, nuk është vetëm biznesi, por është edhe shoqëria civile nga njëra anë. A jeni me mua apo jeni me ata? Po jeni me mua, po. Jeni me ata për shoqërinë civile, po me ata në kuptimin që janë të vëmendshëm. Po me Gjosin e kam. Shemë shoqëria civile në krye zotin Kryeziu takuan përfaqësuesit e gjitha subjekte politike, ndoshta hiç LDK-n se di pse me Abdixhikun nuk janë takuar. Zonë 15 pikësh janë konë ata. Për çfarë po mendon? Këtë 15 pikësh janë konë zonë të punu. Po, ka qenë, okej, një 15 pikësh nesër pritet dhe nga Lidha Demokratike e Kosovës, por thonë faji është për tek gjithë palët me një varforme, edhe tani a i bie që shoqëria civile ka gabuar, sepse nuk është ndoshta faji tek gjithë, apo ndoshta shoqëria civile ka mirë. Nuk e di si e mendon ti. Jo, realisht faji është tek gjithë kushtrim. Ajo s'ka dilemë sepse të gjithë deputetët që janë zgjedhur aty kanë marrë mandat e kanë një përgjegjësi. Po shembull pjesa e opozitës ndërmjetshme, këta tre zotrin, nëse i pyet këta thonë shoqëria civile nuk e ka mirë, sidomos ky në mes. Thotë se ka mirë se thotë fajin po na qet neve, ndërkohë që fajin e ka vetë ky zotëria këtu djathtë. Jo, unë mendoj se të gjithë kanë faj në mënyrën e vet. Tani unë po pajtohem në idenë që fajin pak më të madh ka zoti Kurti dhe Lëviza Vendosje për shkak se është partia më e madhe dhe ka. Po proporcionalisht mbas votave që kanë marrë faji del aty. S'ka të bëjë me çështjen e votave, ka të bëjë me idenë që derisa Vetvendosja e ka në dorë që ta propozoj kandidatin dhe ti siguroj votat për ta zgjedhur këtë kandidat, si kryetar apo kryetare, atëherë normalisht që përgjegjësia dhe faji i varformi mbi cilin parim, kujdesim për çën opozitës se propozojnë. Jo. Ti mundesh me propozuar dhe Albelin Haxhiun. Po unë si opozit nuk e kam detyrë me ta votu pro ty. Edhe ajo qëndron. Që kjo është ideja. Për këtë arsye, unë mendoj që i takon zotit Kurti shumë më shumë me gjetë zgjidhje edhe me ofru zgjidhje mbi të gjitha. Gjoçi s'është e bë cilit parim. Në bazë parimit sepse është i pari, është partia më e madhe, e ka për detyrë. Domethënë nuk i takon përgjegjësi. E ka përgjegjësinë, domethënë në kuptimin që ajo përderisa kushtetuta po ja ofron më të mundësi. Njëjtën kohë ja jep edhe përgjegjësinë për me gjetë zgjidhje në rast se ai nuk e ka takatin me i siguru votat që i vijnë për me zgjedh zonin Haxhiu. Këtu është problemi. Për këtë arsye mendoj që zoti Kurti dhe Vetvendosja e kanë edhe përgjegjësinë edhe fajin më të madh se këta tjerë. Po nuk po i përjashtoj absolutisht sepse edhe këta mund ta votojnë zonin Haxhiu, sepse në fund ditës si zonja Haxhiu, si zonja Shqipe Selimi apo Saranda, nuk kish me pas ndonjë dallim të madh. Për mos më thonë s'kish me pas dallim fare, se cila ulet në postin e kryetares së kuvendit. Se s'po pajtohen ju zotërit Këndej Djathtas, kam përshtypjen që gashi më shumë se di hodaj. Po sepse s'po pajtohen me Gjosin. Po nuk ka këtu pajtim, sepse starti hajde nëse Matoshi e kishte thënë në rregull, po Gjosi në rregull, po i notit Matoshit mos e planoni. Jo, shef. Amo Gjosi vetë, Gjosi unë Unë edhe mund ta kuptoj qëndrimin e zotit Gjosi e Kosovës. Por se kupton të Matoshit. Po vetëm se Gjosi po harron ose unë mendoj që ka gabim në analizën e tij kur e harron startin ose fillimin e krit kësaj sage. E që është ti the vetë, është alogjike të kërkosh kompromis kundrejt drejtës tonë të propozimit, kur të gjithë koha njëjtë,
As po duke që është blof kjo i vetë opozitës që na po të propozojnë ato emra që neve po na pëlqen, e ti për mu kallzu maj përgjeshëm e mos me marë fajin, ti duhesh tani kundrejt blofit ton, edhe pa përgjithësisë ton, me propozu një emën tjetër që neve na pe begenisë. Më kesh kuptohë, nuk po pajtona me idenë që këta duhet me vendosë se kush duhet tjetë kandidat. Absolutisht, jam në regull që lëviza vendosja duhet me... Na me kuptojna që këta kanë gabu opozita edhe vazhdojnë gabojnë që po kërkojnë një drejt që se kanë edhe me vendim kushtetues, edhe me etik politike, po na po kërkojnë nga vetë vendosja që edhe këtë pa drejt të opozitës kundrejt blokimit me ka përcyra Albini e me dojnë me një amën tjetër. Ta zonë që është zonja Haxhiu, edhe po pajtohet edhe zoti Avdijiku edhe zoti Krasniqi dhe zoti Haradinaj po pajtohen që zonja Haxhiu tjetë kandidate, këtë në regull është. Po që rëndësi ka po pajtohet se nuk e kanë obligim me votuat një. Është zoti Kurti ai që duhet mi siguru votat për zonin Haxhiu, pavarësisht çka mendojnë këta tre ose të tjerët. Okej, Lidhja Demokratike e Kosovës nesër pritet deri me një konferencë me 15 pika për ta me një farë për ta kompletuar ose për ta idenë një qeverie tranzitore apo me çato po nuk e dim, nesër në konferencë në orën 11. Se jo mendu si shpesh, po 12 qershor konferenca po e fundit. Po këtu edhe këto kombëtare? Nuk e di, ato do duhet ta shohim, por gjithsesi çka më bëri përshtypje është një koment i zotit Valen Murtezaj, i zëvendës ministrit dhe antarit të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, i cili ka postuar një shkrim në Facebook, thot si një antar i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës protestoi, thot, si titull, thot, shpreh indinjatën time të thellë me metodat e punës të instaluara në majën e vendimmarrjes në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Prezantimi i paralajmëruar për nesër një agjende lidhur me një orientim të qeverisës pas një konsultim dhe pas një miratim të organeve statutare partijake, shënon pikën më të ulët të demokracisë në subjektin politik të Lidhjes Demokratike. Një orientim i tillë politik për Republikën e Kosovës duhet të ndërtohet përmes konsultimeve të gjera. Në aspektin statutar kjo është përgjegjësi dhe kompetencë vetëm e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s. Sa është serioze kjo performancë tregojnë emërtimet ad hoc të përdorura brenda një periudhe të shkurtër. Qeveri nacionale e tranzicionit, qeveri nacionale kalimtare, qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare, qeveri gjithëpërfshirëse unitetit, qeveri e unitetit kombëtar. DDK-ja Ibrahim Rugos thekson më tutje Murtezaj e demokracisë së parë në këtë rajon, e heronëve të lirisë, e heronëve të demokracisë, patriotëve për Kosovën, nuk duhet ta braktisë demokracinë. Është e pafalshme, është e dëmshme për LDK-n dhe për Kosovën. Partia politike nuk është kompani ndërtimore, partia politike është organizatë shtet ndërtimore, autokracia dhe oligarkia në LDK nuk kanë vend dhe nuk do të kenë për demokraci gjithmonë. Është një shkrim i zotit Valen Murtezaj, ish zëvendës ministrit dhe antarit të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe do ta kyç me njëherë direkt zotin Murtezaj për ta debatuar pak këtë shkrim dhe këtë natyrisht postim në rrjetin social në Facebook. Zotin Murtezaj më mbroma dhe faleminderit shumë që je direkt me neve këtu në Politiko. Po shoh që qenë në ambient jashtëm, po shoh një përmendore që e ke në sfond, por ndoshta është çështja e shikimit që e kam të dobët e televizorin larg, se di ku je tamam një orientua. Apo dëgjohet? Po dëgjohet shumë mirë. Po. Ju përshëndes, mirëmbrëma të gjithëve. Ku je kështu? Jam në epicendrën e lirisë shqiptare, në Skënderaj, në sheshin Adem Jashari. Okej. Në vendlindjen time, Po. duke u ndjerë shumë mirë për lirinë që ka ardhur pas sakrificave të mëdha të popullit shqiptar. Po, absolutisht po. Mirë që na e sqarove për shkak që e ke telefonin në dorë dhe që unë jam larg. Tani po e lexova komplet protestën tënde të formsuar nëpërmjet një shkrimi në Facebook. Pse kjo protestë në këtë moment ku LDK po insiston se po tenton ta gjejë një zgjidhje të ndërmjetme për ta kapërcyer më tutje edhe për ta gjetur një udhë për konsolidim dhe konstituim të kuvend, konsolidim të institucioneve dhe kapërcim në një etapë tjetër. Ky është një postim i radhës, kam bërë edhe një postim të mëhershëm para një apo dy vite lidhur me gjithë
dimenzionin e paaftësisë bërjes së kuvendit. Pikpamja ime nga ajo çfarë mund të kuptoj duke analizuar edhe zhvillimet historike dhe nevojat, edhe të mahershme, edhe të ardhshme, me dijen dhe të kuptuarit tim më të mirë, mendoj që ky kompozicion i kuvendit e ka humbur kuptimin. Po. Dhe çfarë do lloj qeverie që do të formohet nuk do të jetë e fuqishme tani më. Okej. Sepse gjithçka e ka një moment të vetin. Dhe në këtë vazhd, gjithmonë me qëllimin e mirë, se si edhe panelistët e nderuar të juaj që kanë kaluar në përkohrat e lirisë dhe demokracisë, unë mendoj që e kemi obligim themelor ruajtjen e lirisë dhe demokracisë Kosovë. Okej, Dhe nuk mund të ketë Murtezaj, vetëm edhe këtë. Nuk mund të ketë parlament efektiv apo kuvend efektiv nëse partitë politike nuk janë demokratike. Në qartë, në rregull, unë e kuptoj këtë, por atë nuk do duheshin shigjetat tuaja të drejtoheshin në raport me subjektit më të madh politik në vend në këtë situatë, rivalin e subjektit tuaj, lëvizjen vetëvendosje, pse kjo goditje ndaj LDK-s, ndaj leadershipit LDK-s, edhe ato me terme goxha të rënda, siç është kjo e oligarkëve, pastaj autokratëve, edhe forma se si drejtohet që quani si një kompani ndërtimore. Po, forma e vendimarrjes së këtill kur propozohen orientime të rëndësishme dhe serioze për Republikën e Kosovës, si diçka që quhet qeveri, çfarë do lloj emërtimesh që mund të ketë? Në statutin e LDK-s është e rregulluar qartësisht, është vetëm kompetencë dhe përgjegjësi e Këshillit të Përgjithshëm. Nuk mundet askush, as kryesia nuk mundet. Dhe kjo të vije një propozim aq madhor, kështu si një lloj performance, është e papranueshme dhe në ato ambiente ku unë jam prezent, unë nuk do të hesht asnjëherë. Okej. Sa i takon peshës që ka Fajsimit. partia Po. vetëvendosje. Po. Ajo është dimension tjetër dhe duhet që ajo t'i bëj kompromiset nëse udhëhiqet nga interesat madhore të shtetit. Por ajo është dimension tjetër. Okej, dimension Unë tjetër. atje nuk kam peshë. Po prandaj po them, as do duhet të drejtohej kritika në raport me vetëvendosjen më shumë se tek partia juaj? Se s'është LDK-ja ka diçka. Kritika i drejtohet të gjitha partive dhe të gjithë deputetëve dhe sidomos të gjithë liderëve, të cilët i kanë bërë deputetët që i duhet të jenë simbol të dinjitetit, sepse ashtu është edhe me kushtetutë, po edhe përtej kushtetutës, me dimenzion morale, të jenë të lirë për të vendosur për interesin madhor. Çfarë kuptimi ka që 30 herë 120 deputetë të shkojnë aty? Sinqerisht, kjo i ka kaluar të gjitha potencialin analitike të çfarë do lloj individi. Okej, do të ketë edhe ndërhyrje këtu nga studio. Kisha lut për shkak që për ta mbajtur telefonin në dorë do duhet goxha shumë energji të kesh, se Unë kam energji dhe do të jem gjithnjë më prezent në Kosovë. Në rregull, okej, nëse ke atë mundësi, s'ka problem. Po unë po të pyes si rrugdalje në këtë ngërç. Ato duhej LDK-ja ta pranonte ftesën e vetëvendosjes për një koalicion? 2 herë ju ftuam, nuk mori pjesë fare në takim. Unë kam bërë ftesë të ulë të bisedojnë, se a bëjë koalicion apo jo, dhe prapa ajo e përgjithshëm. Nuk të kuptuam tani, Murtezaj, se të ikën valët. Nëse lëviz aty, edhe njerë thue këtë përgjigje nga fillimi? Unë jam gjithmonë për të ullur në tavolinë. Çështja e petimet që merr është çështje tjetër, pastaj nëse po prap për
LDK-n prapë për gjithshëm që do, jo një grup 5 veta. Okej? Këtë e kuptuam gjysmë, pra ti je për të ullur në tavolin, por pastaj të flitet në një konstelacion më të gjerë, të respektohet statutit, të pyetet Këshilli i Përgjithshëm dhe më pastaj të vendoset. I bie kështu. Nga profesion ligjerues lidhjeve të ekonomikeve që botën, prezantim i parë kur ka problem duhet të ullet të klasë. Okej, Murtezaj, ndroje pak vendin, hiqe nga transmetimi Murtezaj, ndroje pak vendin, do të ketë pyetje, besoj që do ta dëgjoj edhe Matoshin edhe Gashin ose Hoden kush do Se që ja ka. po kuptim nëse nuk është në transmetim Valoni. Jo, ti nuk je duke pa ajo është duke të dëgju. Po, Valon të nga tjeta edhe e para, nuk mujë mu pajtu që lidha demokratike ka ushqit në autokraci, sepse është emancipatore shoqënisë kosovare dhe për demokraci du mi mjadhon dorën, për demokraci të mbranshme, ka gabime, sa dush. Por, sa për demokraci, në LDK nuk është që s'ka demokraci. Kjo që ti reagon publik, unë e mendoj, Valon, që është në strukturat partijake me ngrit zonin aty ku je, edhe mos me leju diçka të tillë. Por, unë e kuptoj që LDK-ja është në krizë. Dhe kur është LDK-ja në krizë, është vendi, në Kosova në krizë. Dhe kriza presupozon zhvillim, dalje për tej. Kriza nuk është blokim. Blokim është mungesa e zonit kundër, si që është i ytin këtë ras. Dhe unë këtu pajtohem do mund që i është e drejt, absolute, jotja me mendu ndryshe jo në resht. Por, me dy çështje nuk pajtohena. E para, mendoj që e ki gabim kër thu 111 deputet, sepse Kuvendi i Republikës i ka 120 deputet. 120 Una? 120 tha. Mu do që tha 111, kërkoj faljen e sosh. Kështu? Edhe e dyta, se di Valon apo e kuptoni që kjo bluff, sepse Albin Kuti nuk e ka ndërmen me i dhonë Kosovës, as kuvend, as qeveri, për shkon zgjedhje të reja, tja zakonshme. Apo dëgjoj? Po, dëgjojnë, ti e dëgjove Matoshin. Po, pa tjetër. E para, 125. Jo, se kemi mirë zërin. Nuk e kemi... Provo me fjalit shkurta se është problem, Valon, është duke t'ik zëri. Ose a e bëjmë edhe njerë lidhjen, a përpiqen edhe njerë lidhjen t'a bën nga regjia. Shkyqe edhe njerë ta kemi lidhjen. Kjo proteste... Shkyqe regjia kontrolloja është mirë, fute brenda, se gjysmë pastaj mund të keq kuptohet gjithçka. Si duket protesta e Murtezajt? Parimore, kjo tregon për kundrazi, kjo tregon që me gjithat ka shkëndia të demokracisë brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Gjësa ka të drejtë dhe gjësa i shprej paknaqësitë dhe bindjet të cilat zoti Murtezaj ka shprej që moti një kohë tani. Domthon edhe me atë protestën e tij brenda mbledhjes së Këshillit, ku nuk e lanë me fol, po zoti Murtezaj tani është bë, ta themi kështu, një fraksion i mendimit ndryshe brenda LDK-s. Një mendimi alternativ kundrejt asaj. Fraksion s'ka të mendimit, fraksion ka praktik. Po dhe praktik. Qas me bon praksionin, praktik. Po, Njerë të guzim shumë dinë edhe fraksion me ndërtu. Po, domethënë kjo është e tillë. Me legalizu, po kjo të më përkundrazi, çka po bën zoti Murtezaj nuk i bën dëm, edhe pse një pjesë e tillë mund ta perceptojnë brenda tani strukturës së establishmentit të udhëheqës në LDK, mund ta shohin si të tillë, fatkeqësisht nuk janë imun asnjë parti politike, kush më shumë e kush më pak në Kosovë, ndaj e mendimit ndryshe, nga cili do nivel, qoftë Këshilli i Përgjithshëm, qoftë kryesia apo qoftë anëtarë të thjesht të partisë, kur ata kanë pakënaqësi në çysh po udhëheqet partia, programi, apo edhe në kësi situata vendimet të cilat në fakt duhet të jenë me statut, siç thotë zoti Murtezaj, e që qëndron të jenë me një konstelacion ma gjon, të bisedohet edhe të ullet në tavolina, qoftë edhe për krijuar, apo qoftë edhe për të refuzuar koalicione, para se shkohet me loj fjalesh në qeveri tranzicionale unitetit kalimtar nacional. Okej, kam përshtypje që është e treta e vërteta, do përpiqemi tani ta kemi Murtezaj. Ndjes, por natyrisht
duhet ta kemi zërin kualitativ në mënyrë që mesazhet shkojë tamam tek shikuesi. Urdhëro, tani është momenti për t'ju përgjigjur Matoshit. A është në rregull? Më mirë duket, po. Po, sa takon numrit të deputetëve, tash 100. Sa i takon autokrat, nuk thash që autokraci, por nuk ka vetë autokracia. Sa i takon, aspekti tjetër është duhet folët vërta, plotësisht pajtohen, por nuk e rasin këshillin e përgjithshëm. Vetëm 3 janë mbajtur për Okej. në vit vjetor është vetëm 1 këshill përgjithshëm. Okej. Murtezaj, përsëri nuk funksionon zëri, edhe Telefon, kështu, direkt. edhe provojme që duhet ta ketë lidhje me nëpërmjet telefonit. Lidhje nëpërmjet telefonit. Kushtrim. Skënderaj s'qen ka shumë mirë me internet. Se kam ditur, unë kam menduar që kjo 4G është funksionale, po duket që ka nevojë imediate për një 5G. Për te internetit mendoj që reagimi i zotit Murtezaj pa marrë parasysh a është i drejtë, a nuk është i drejtë, a arsyeshëm, a nuk është i arsyeshëm, duhet të konsiderohet si vlerë demokratike. Mendoj që dëshpërimisht i duhet Kosovës, sepse ne jemi mësuar që tash nuk e di a çndrojnë ato, po mendoj që këto i kontribuojnë në zhvillimin edhe përmirësimin edhe të partive politike. Tani nashta pak pihim edhe në hakna dhe pi dekurajojmë njerëz me dalë, me qëndrime parimore nëse eventualisht i kanë vetat, jo mos me dalë kundra ashtu. Nuk ke në qëndrim i tij që ke akuzues fyese kështu me radhë, ke qëndrim që kish kritika në lidhje me vendimmarrjen brenda subjektit të vet politik, dhe mendoj që ne duhet jemi të hapur të ndëgjojmë këto, në ka hera dhe të mirëpresim këto reagimet argumentuara, sepse nuk mendoj që është e drejtë që zguxon kush me fol përveç liderit atë. Partitë politike demokratizohen, do them që LDK-ja nuk është parti ndër më demokratike që ka pas pluralizëm, ka pas ndryshime kështu me radhë. Po si kërkesa, si reagime për të përmirësuar ambientin politik, për të respektuar norma statutare të subjekteve politike duhet të mirëpriten dhe të inkurajohen. Po. A kemi me telefon? Se kemi. Sepse kështu përmirësohet pastaj edhe leadershipi, përmirësohen edhe organizimi demokratik i partive politike edhe i subjekteve ndryshme. Okej. Është problematike linçimi, bullizimi politik, komentimi që mund një bëhet e shoh dhe gjithkush që mund të ka guximin të çohet të jetë kundër edhe zonë ndryshe brenda partisë vet, brenda taborit të vet. Po interesant me zoti Gashi ti ku është pyetje kritika ndajve vesh gjithmonë na shoh. Na ngjitet kundër. Kur është pyetje kritika ndaj partive tjera, po dua të ketë. Kjo s'ka logjik. Po, Murtezaj, tani të kam lidhur në formën më klasike të mundshme. Shqyrë zotit që kemi të telefona. Bella që ka qenë ai zbuluesi telefonit. Po, Bell, po, Bell. Edhe pse italianët thonë që është me uqi. Po që e ka zbuluar për para. Po, thonë që e ka bërë këto bërë për para. Sërbë thonë Mihajlo Pupin. Po. Murtezaj, se pas keni të internetin e mirë në Skënderaj. Këtë e di. Ja duhet të punoj, ti rregulloj këto gjëra. Po, pse se keni rregullu ju kur keni qenë qeveri? Tani... Na e pak ta dëgjojmë Megi aty të vendi, po. Po, për ndryshe tani është momenti për t'ju përgjigjur Matoshit dhe unë do afrohem të Matoshit që Matoshit të dëgjoj. Se e di një gjë që ti edhe nga Skënderaj mund të dëgjosh Matoshit se ka zërin në lartë. Po, vazhdo. Me kënaqësi, numri i deputetëve është 120, ashtu si e thash. Nuk thash që LDK-ja është autokraci, por autokracia nuk ka vend në LDK dhe nuk do të ketë. Dhe kjo është zotim jo vetëm i imi, po edhe i shumë njerëzve. Dhe aspekti i tretë që të flitet brenda strukturave, jam njeriu i fundit që del jashtë rregullave dhe normave, mirë po brenda
një viti e gjys, vetëm 3 herë kanë thirrur të fortit aktual të LDK-s Këshillin e Përgjithshëm. Kush janë të fortit aktual të LDK-s? Përpos kryetarit? Për sot i marrin vendimet. Ndoshta janë 4 apo 5 veta. Kush janë këta? Kush janë 4-5? Gradualisht do të vinë duke i zbuluar. Të gjitha. Pra po i mbani inkognito njëre. Nuk e kemi komoditetin, as LDK-ja dhe as Kosova të bie në duart e mentalitetit autokratik. Kjo nuk të të lejohet, nuk ka vend më në 2025, në 2026. Matoshi po thot me një farforme, mos e kritikon LDK-n për demokraci, se është shkollë për demokraci për gjitha këto parti tjera. Po e dëgjova. Këtu përgjigju. Natyrisht është shkollë, po ka shkollë, ne kemi obligime që ta mirëmbajmë atë. Ne nuk mund ta devijojmë filozofinë e veprimit të Ibrahim Rugovës dhe një parti politike, dhe kjo vlen jo vetëm për LDK. Nuk është kompani ndërtimore, por është kompani shtet ndërtimore. Këtë ndërtimore me shtet ndërtimore. Dhe këto janë postulate që vlen... Zoti Murtezaj, shteti është ndërtu, është ky, po tash domon duhet më mirëmbaj. Tash vyn menaxher, jo arhitekt dhe ndërtues. Jo, ne kemi pikërisht atë po e them, dhe jo menaxher, sepse në LDK dhe mund të ketë menaxher, LDK-ja duhet të ketë lider. Dhe partitë në Kosovë duhet të kenë lider. Duhet të ketë leadership në Kosovë. Në Kosovë është një shkretëtir e leadershipit për fat keq aktualisht. Dhe faktet flasin flet puna apo mos puna e parlamentit. Këto janë vetëm disa gjëra thjeshta që po i shkëmbejmë në këtë moment. Okej, do ta kaloj pak, se di Matoshi e përmbyllë apo po e përmbyllë, po do ta kaloj pak se me që Gashit lëvdoi edhe ishte pro, s'po ja jap fjalën që të lëvdon edhe përsëri. Ama Hodaj ndoshta do të sfidoj, nuk e di. Pas pak do t'i lexojmë përdryshe pyetjet e shikuesve, unë i kam shumë qef. Besoj edhe ju. Po, zoti Hodaj. Jo, unë bona një komentar se dia dëgjoj zoti Murteza, apo nuk e dëgjoj, unë nuk jam ato antari LDK-s as i Këshillit Përgjithshëm për të ditur nëse këtë reagimin dhe vërejtja që i bani zoti Murtezaj qëndrojnë apo jo, po parimisht vërejtjet e argumentume dhe një zë kritik me qëllim mirë, me kërku mu respektu detyrime statutare mbrana subjektit politik, mendoj që duhet të inkurajohen dhe të mirëpriten nga shoqënia e gjanë, posaçërisht nga ju mediat, sepse edhe nga shoqëria ne mediat s'po marrin parasysh apo? Jo, nuk thash ashtu. Dhe mendoj që këto janë vlerë të shtuar dhe i kontribuojnë, tregojnë që një subjekt është ma demokratik, një shtet ka liri të shprehjes, ka dhe njerëzit që janë brenda në organizatave mund të shprehen lirisht, për në anën tjetër edhe udhëheqësit e partive politike apo subjekteve tjera mund të reflektojnë, domethënë të marrin këto kritika si mësim apo në mënyrë që të përmirësojnë nëse eventualisht. Pra po nuk po supozoj që qëndrojnë pretendimet e zotit Murtezaj, ato i din zoti Murtezaj dhe ata udhëheqësi tjetër partisë politike, po parimisht mendoj që çdo subjekt politik derisa të ka reagime të tilla, të argumentuara, qëllimira dhe me kërkesa për respektim të demokracisë, të rregullave statutare, duhet të inkurajohen, gjithmonë në saza demokratike, pa u lëshuar në fyrje dhe ofendime. Po. E dëgjoj Murtezaj besoj apo? Po, patjetër. Pajtohem, s'kemi gjithçka është në rregull. Mirë, ti pajtohesh që gjithçka është në rregull. Ja dhe Gjoci e pas kanë me çu pajtove s'po e vazhdoj, po Gjoci e pas kanë një pyetje tjetër. Sigurisht edhe vetëmendues që s'jep njëri ndonjëherë. Po do t'ja japim. Kështu po. Profesor, përshëndetje. Me që pak më herët ne diskutuam pak çështjen e fraksioneve, po ajo çfarë du di nga ana jote, e kemi pa që ka një kohë që nuk pajtohesh me shumë çka ndodh brenda LDK-s. A ke një lloj mbështetje, po them brenda Këshillit Drejtues? Këshillit Përgjithshëm, po. Këshillit Përgjithshëm, sa i përket asaj se si po udhëheqet LDK-ja, pra ka një gjasë që të kemi një fraksion, e përmendëm ne më herët këtu, kemi shembuj sipas në Gjermani të këtyre fraksioneve dhe brenda partive që funksionojnë, por që në një farë forme mund t'i japin edhe më shumë demokraci të brendshme LDK-s, po njëjtën kohë ndoshta edhe t'i japin rrugë shumë proceseve të cilat
momentalisht ata që po udhëheqin nuk po i japin. Fraksioni ndoshta e dëmton më shumë në një moment kur nuk e di Është çështja e krijimit të fraksioneve, nuk angazhohen për një praktikë të tillë, angazhohen me gjithë qenjen për zbatimin e parimeve të lirisë dhe demokracisë, të cilat janë të shkruara shumë mirë në dokumentet statutare të lidhjes demokratike. Dhe mjafton që vetëm ato të respektohen. Janë gjëra shumë të thjeshta. A ka dikush tjetër nga LDK që synon Kreun? Se e dim që edhe zoti Hoti kishte kërkuar ndryshim leadershipi më herët. Nuk e di, gjërat do të vinë me kohë. Duke u shoshitur. Gjërat do të vinë me kohë, por një gjë që mund të zotohen publikisht është që për aq kohë sa jam në lidhjen demokratike të Kosovës, aty do ta shpreh qëndrimin tim dhe zërin tim gjithmonë vetëm në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë. Mua nuk më intereson a vendos dikush një pozitë ministrore. Por duhet ju e qartë, po duhet ju interesoj nëse dëmtohet partia në këtë moment kur nëse ky debat, edhe këto akuza, edhe kjo gjuhë, zoti Murtezaj mund ta dëmtojë subjektin tuaj politik, edhe kjo duhet ju interesoj edhe juve. Jo, nuk e Se ju duke dashur të bëni mirë, ndoshta me nënvetdije, jeni duke dëmtuar subjektin tuaj politik. Jo, Ndoshta po e quaj kështu, po e hedh si një lloj dileme. jo, ka kësi, faleminderit shumë, ka kësi pikpamje, megjithatë dëmtimi vjen kur dëmtohet demokracia. Kur dëmtohet Kosova. Demokratike. A ka mbështetje zoti Murtezaj po brenda LDK-s në këtë aspekt? Po? Nuk i duhet askujt asgjë dhe faktet janë tani më kokforta. Nuk thirrën mbledhjet e kryesisë, nuk thirrën mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm. E qartë, po Murtezaj, kjo qeveria kalimtare e tranzicionit edhe ose sido që e ka quajtur, edhe ky 15 pikë që i nesëm që duhet dalë, lidhur me këtë. Nuk di, unë s'kam asnjë informacion se Po s'kemi as nesër, se kemi lexuar, po kjo si qeveri e tranzicionit kjo të zhdukur ide kot? Po ne nuk mund ta përmbysim rendin demokratik në Kosovë. Partitë nëse arrin gjuhë të përbashkët kanë të drejtë të bëjnë çfarë do lloj koalicioni. Por duhet Shembull nëse varet nga vota juaj, a do duhet të bashkëqeverisë në LDK-ja me vetëndosjen? Kjo është çështje shumë hipotetike, Po, është shumë hipotetike, por është edhe shumë e thjeshtë dhe konkrete njëkohësisht. por për këtë duhet të kujdesen më herët të fortit e partisë politike në mënyrë që mos të futen shumë thellë. Mor ata të fortit i pyesun çdo ditë, ata po thonë jo. Ata po thonë jo. Dhe jo do të mbetet. Zëri im është zër shumë periferik. Po e qartë, po unë po ju pyes, po që se varet nga ju. Po që se varet nga ju. Në vendimare, po kjo nuk do të thotë që mos të flas. Jo, absolutisht jo. Por prandaj jeni duke folur. Ka funksionuar Victor Hugo dhe Voltaire dhe Emil Zola në kushte shumë më të vështira se në kohën e sotme. Unë motivohem nga ata, nuk motivohem nga autokrat. Kush është autokrat? As nuk kanë frikë nga autokratet, as mentaliteti despotik. As përjashtues. I kam kaluar ato bashkë me Halil Matoshin dhe me popullin e Kosovës në vitet 90-ta. Këto epitete po ja mveshni zotit Abdigjiku? Kush do qoftë janë postulate madhore për njerëzimin, kujt i bie taman me shnet i bajt. Murtezaj, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve. Shumë faleminderit nga sheshja dhe Mjashari në Skënderaj. Të fala gjithë Skënderajt, Gjithë të mira. komunës që e kam shumë për qefi. Faleminderit shumë. Me ishim bashkë me Valon Murtezajn. Ky është shëndrimi i tij. Interesante pas një diskutim. Apo jo Matoshi? Teksa ti nënvizoj pak edhe këto pyetjet e shikuesve. Tu më thanë edhe kolegët e mi, edhe Taulanti, edhe Gashi, edhe Kosova. Kjo që e thot Valoni, protesta e hapun, edhe e guximshme, po që është vlerë shtume në demokraci. Dhe këtu s'ka se kemi asnjë dilemë. Por problemi është që te fjalori, edhe te protesta në parti nuk protestohen, në parti diskutohen, në organizat politike.
protestohet në regjime punime autoritare, kundër shtetit, po mendoj qeverisë, kundër një fenomeni që pedomton një segment shoqënisë, po në parti debatohet. Nuk Në parti në Kosovë debatohet? A dy kur protestohet në parti? Në parti protestohet në momentin që ti je i gatshëm me bashkëmendimtarë tu, me uda, me bon fraksion, publik, ose me bon parti tonën, ose... Se me gjithat ne si antarët partisë, jo na këtu, se shemi asë njën antarët partisë, aktualisht, kemi të drejtë të bashkohemi në një program tjetër, rreth valonit ta zonë, pse ju? Kjo është e drejtë në demokraci, por na nuk kemi të drejtë që me protestu kundër partisë. Okej, shkoj me pyetje se s'kemi kohë. Ilir Venhari, pyetja e parë. Presidenti Kushtrim, panelist si dhe shikues të politikës. Do të kam një pyetje për gazetarin Gjoci. Duke qenë se vota e fshehtë është një instrument demokratik që garanton lirinë dhe integritetin e deputetëve, duke e bërë pamundur identifikimin individual të votës pro apo kundër, si e justifikoni paragjykimin e mundshëm publik të juaj kur pretendohet se disa deputetë të listës sërbe, LDK-s apo PDK-s mund votojnë pro kandidatit propozuar nga lëvizja vetëndosje për kryetar ose kryetarët e Kuvendit të Kosovës. A nuk përbën kjo një spekulim pa bazë të verifikueshëm duke ndikuar në mënyrë të padrejtë perceptimin publik lidhur me legitimitetin e votës dhe qëndrueshmërinë politike? Faleminderit shumë për pyetjen. Unë nuk thash se bojnë ata, po nëse insistimi i lëvizjes vendosje është që të shkohet me votim të fshehtë sepse beson se do t'i arri votat e nevojshme, atëri bie që duhet votoj dikush nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja edhe lista sërbe, sepse në atë që ne po shohim, ajo nuk i ka votat pa ndihmën e këtyre deputetëve. Okej. Kështu që me votim fshehtë, tani ne mund të themi se s'ka votuar asnjë i listës sërbe ose asnjë i PDK-s, atë nuk mund ta dim, po ideja është kjo, domethënë është thjesht. Pyetje tjetër, Muzafer Avdyli, presidenti Kushtrim dhe të nderuar panelist. Mund t'i përshëndesni edhe ju kështu, Muzaferin, se e kemi shikuar së trego, po. Gjithçysh. Po, respekt. Jemi thot gjithë dëshmitarë se sa shpejt bëhe marrëveshja në të kaluarën, thot me listën sërbe. E opozita tash është në krizë, thot sepse është me këmbgulje, duke këmbgulur të pengohet Albini. Pyetje për panelista, mund të bëhet një ligj që cila do parti që i fiton zgjedhjet 5% më shumë se i dyti, të jetë obligative të votohet qeveria sepse është vullnet i popullit. Matoshi? Sistemi kosovar është pak ma i komplikuar se kaq. Nuk mundet ashtu. S'mundet. Duhet domthon kushtetuta e qartë është e Kosovës që i kërkon gjatë një numra për qeveri të 10+1, 81 për president. Hodaj. Edhe pyetje për kryetarët kuvendit. Pyetje shumë me vend. Ai kërkon zgjidhje, nuk e din çu është zgjidhja, po kërkon zgjidhje. Fatkeqësisht, çu thot zoti Matoshi, korniza kushtetuese ligjore në Kosovë nuk e lejon një gjë të tillë, po fryma kushtetuese që e ka dhënë gjykata kushtetuese që i parit i takojnë këto, i takon kryetari i kuvendit dhe i takon mandatari për qeverinë. Mendoj që duhet të ndryshohet dhe mund të marrim shembuj të mirë, për shembull, nëse është kështu, duhet të ndryshohet mendoj kushtetuta, të mirët shembulli i Greqisë. Në çit situatë nuk po kërkon asnjë subjekt meritor me shembulli i Greqisë, shembulli i Greqisë. Ka pas pyetje kush në çit aspekt në gjykatë kushtetuese. Partia e parë që del, domethënë partia e parë që del i merr për shkak që është shumë vështirë pastaj me formu, sa atje ka kështu 3-4 parti, me formu i merr 20 deputet blanko ekstra, kush dali i pari. Po. Në Greqi është funksionon ky sistem. Tash po them që është më i miri, po me vetë faktin ti më një anë pithu e kit garantuar me kryetarin. Po këta vetvendosja ka ndur ligjin zgjedhor me Taulan. Jo, kjo është interpretimi i kushtetues, nuk ka ligji për zgjedhje, kjo s'ka lidhje me ligjin zgjedhor, për cakton ai folën 20 deputet blanko ajo. Jo, kjo për punën e kujt takon mandatari i domethënë mandatari i qeverisë dhe kryetari i kuvendit rregullon kushtetuta. Interpretimi i gjykatës kushtetuese fatkeqësisht i 2014, se s'ka. Okej, a shkojmë me pyetjen tjetër? Sevdail Nura thot pyetje për të gjithë. Këtu për gjithë, ndoshta Gjan, po. E përshëndesim Sevdailin. Situata thot që po ndodh në Parlamentin e Kosovës për mendimin tim, jo që është qesharake, por është edhe shumë e rrezikshme për popullin e Kosovës. Ju që po dilni në televizor e që po na shpjegoni çdo herë të njëjtën gjë, a keni ndonjë mekanizëm tjetër që t'i ndaloni këta njerëz pa ftyrë në parlament, thot se na morën në qafë?
për besë. Ne që dalim televizor, prej këtyre që dalim televizor, unë dalë mas shumë të televizor. Me dalë si koci. Me dalë si kolegu jetë. Vetë një mënyrës me dalë me protestu krejt. Forma e vetme jona është natyrisht që ta trajtojmë këtë çështje atë në formë kritike. Nga ana formë kritike. Tani nga ana e zotërinjve në fjalë mund të ketë edhe aksione tjera. Për shembull, mund të jetë edhe aksioni Taulandit si koci, shkoj aty të mos i lë. Jo, mendoj që koci është një aksion është demokratik, është në rregull, dhe mirë që ka bërë, është pak një farë lloj presioni se biçan siklet ata deputetat aty. Shumë siklet, po. Gash për ty? Ka të këtillë që kanë... Sevdailja ka drejtë ka... Si zotin Sevdail, dëmëdon që kanë këtë mendim refuzuese dhe të pakënaqësisë në lidhje me atë çka po ndodh në parlament. Në fakt, çka s'po ndodh në parlament, edhe është krejt legjitime ta kesh një mendim të tillë, nuk mujna na ma shumë se kaq ta japën kontributin. Ti, mos po do me protestu? Na detyrën tonë besoj para qytetarëve të Kosovës se kemi kryer me ne. Na flosëm çanaj me mendja, edhe i bëjmë në analizë bazë të fakteve që kemi në disponim. Kosova ti goxha shpesh del në televizor. Apo s'ke ti do një mekanizëm tjetër. Nuk është ka. Unë mund që ditë realisht kushtrim që s'ka një reagim ndoshta më të madh të qytetarëve. E patëm një protestë në përmendje më herët i pak a shumë hapat që i bani shoqënia civile me atë protestën që s'ka përfunduar. Që po vazhdon në farë forme, po mund që ditë që unë kam përshtypjen si popull pak ose jemi lodh prej protesta ose nuk e di, po unë mendoj që do duhet ndoshta edhe vetë qytetarët ta mendonin një ide. Në kuptimin që ata janë që i kanë... Nuk proteston ditën e votimeve, më falë. Ajo kishme qenë dëshkimi më i madh. Ose, po në këtë rast jemi, nuk e di sa afër votimeve jemi, ka llafe për zgjedhje, megjithatë, po unë mendoj që ndoshta do të ishte e udhës që edhe vetë qytetarët duke qenë se janë ata që i kanë sjellë deputetët. Okej. Fatmir Bytyqi, përshëndetje, është kontradiktore nga ana e Kurtit kur thotë që unë dua të jem kryeministër dhe i kam numrat, por jashtë që opozita po më bllokon duke mos e votuar kandidatën për kryetarët kuvend. Nëse i ke numrat, hapja rrugan vetes duke propozuar dikë tjetër për kandidat. Këtë paradoks di vetëm Kurti ta interpretoj si të logjikshëm. Blerim, a qëndron konstatimi im? Pyet zotëria Fatmir Bytyqi, i cili të ka shumë qef se gjitha pyetjet i drejton ty. Po, Fatmir, kontradiktore është mos me propozu dikon që ki propozu në mënyrë ke legjitime sipas mendimit politik të partisë që i përket. Ato kanë mendu vetëvendosja rrjedhimisht edhe Albin Kurti që është përfaqësuesja dinjitose për kryetarët e kuvendit. Dhe kjo është tani edhe ka qenë prej vendimit gjykatës kushtetuese procedurë e thjesht formale, qysh është edhe nën kryetarët, edhe jo vetëm e vetëvendosjes, por e të gjithë deputetëve. Prandaj kompromiset në relacion me krijimin edhe lëshimet në relacion me krijimin e qeverisë, koalicionet e mundshme, pozicionimet, përputhja agjendave, ftesat për koalicione, edhe kanë logjik të bëhen. Mas vendimit të gjykatës kushtetuese. Do më thonë ka mundësi me dalë për i krize, po ti interesante me ndërtu Albin Kurtit një qeveri, kish me ndru një kandidat. Krizën që ka shkaktu kush? Interesum, zoti Goshi. Krizën që ka shkaktu kush? Zoti Goshi, që tash shiko. Po opozita? Shumica, kjo fjole Albinit. Jo vërë po opozita, po jo Albinit, kjo logjik ashtu është. Lektu. Unë po propozoj diçka shumë të kodë. Që po Albinit, kjo po vje për përsërit këtu. Ajo zë dhonë zë shok. Ajo zë dhonë që Albinit. Ate fërë si kolegi jami, këtu jemi kolegi, këtu jemi politikat. Më falë, zoti Goshi. Qysh ki qep me folë? Vetëvendosja po bëhet kinse, nuk pëndon Albulinit, është vendimi i gjykatës kushtetuese. Që kanë të drejtën, realisht është etik politike, kur thu e ki të drejtën. E kam propozu, se thot gjykata propozoje. Këty në shpjau konvenon. Pa po të konvenon me bo qeveria jo. Nëse të konvenon me bo qeveri tjenë dërën. Hapi dytë është ajo. Apo shkojmë kënë hapin e dytë. Ndërën Albulinën. Pse me ndru? E sfidoj këta. Po pse mi sfidu? Edhe vetëvendosja gash një kohë ka kërkuar. Shiko, vetëvendosja po bëhet kinse, vetëvendosja po bëhet kinse, nuk e ndërën Albulinën, ish opozita po bëhet kinse, nuk e voton Albulinën. Kjo blafi dy polë, o gash, kuptone me qitose, o e let me kuptu. Okej, e ka një ndërhyrje për Matoshin edhe për Gashin, dikush a pas ka shkruar një poezi për juve dy. Do dua ta mbyllim këtë. GPT-ja. Po ka mundësi.
që e ka dhe, po duket që e ka një dorë autoriale këto. Hajde, Halili është eksperti këtu në seneve përcakton, është çata, është Ahmet Kastrati. Si the, E përshëndesim, popullor, e përshëndesim Ahmetin. Thot Halil Matoshit e Blerim Gashit, ju kisha ble ka një plis, se mendoni thot me kokë, jo me inat dhe jo me hile si disa tjerë. Thot sikur të ishit padishëm, ju kisha ble ka një palë këpuc, që të esni pas mendje se huaj, pa ndal, pa pyet, veç me ngut. Thot respekt për juve. Faleminderit për Pas ka, unë se kam ditur që ka njerë që ju duan dyve. Faleminderit. Unë kam menduar që vetëm unë jam ai që ju duan dyve. Jo. Kam menduar që kam menduar që ka shikues që e duan Blerimin, që e duan Halilin, ose të tjerët, me një farforme, sepse këta e kryen. Shikuesi nderuar e ka kuptuar që debati nuk i bën dëm kësaj çështje. I bën mirë për kundrazi. Ka mundësi që t'jetë votues i LDK-s ky. Pse jo? Pse jo? S'ka debat. Pse po çesh Po ta mund puna, po të valorin dhe të ke kodë Po ty Blerim? Ahmeti, apo Ahmeti emrin. Jo, Ahmet emrin, Kastrati bjerni. Po. Po. Ahmeti, zoti Kastrati, e falemderoj për është të vërtet. Po, që ka i LDK-s, ja, po e shoh me po shoh që pas ka afishuar flamurin e Rrugovës. Po, Rrugovist atër ko ka. Po, pse Rrugovist LDK-s? Po Rrugovist jemi edhe unë Gashi. Po, besoj. Po. Unë mendoj që Rrugovist vërtet. pak a shumë janë gjithë Kosova, po. Sikur t'ishin. Po. Kanë qenë, sjonë mo. Po pram. Prandaj mire, falemderoj edhe është të vërtet. Ai që e don demokracinë, ai që e don debatimin rrëdhimisht në demokraci, duhet patjetër me dashur edhe debatimin edhe të mendimeve të ndryshme, çfarë do qoftë natyret nivelit që mund të jenë ato dhe çfarë do qoftë ndonjëherë edhe zonat ngritun e të tjera mund të ketë. Po zoti Gashi, më lejo të falenderoj shumë për pjesëmarrjen sot në debat. Natyrisht falenderimi vlen edhe për zotin Matoshin, Faleminderit shumë. për zotin Hodaj dhe zotin Gashi. Hodaj, po, absolutisht. I relaksum, gjithmonë dina mirë këto. Faleminderit shumë. Tani, se di sa, kemi në një Që minutë, është edhe debati kështu tamam me argumente. edhe tamam debat. Pra pas kena meskine dhe planifikime që dëmtohet dikush. Do është edhe moderatori i përgatitur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po nuk do të isha gazetar, po që se do ta bëja edhe një pyetje. Çfarë ndodh me rastin Peci? Në mbyllje. E di që s'keni autorizim për të folur, po ideja është jo kuptimin autorizim për të folur sepse nuk e kemi çështje. Respekt për ju, edhe për interesin publik, do ta japoni një prononcim. Një prononcim të shkurt. S'kam dhënë, as do të jap detaje. Po. Zoti Peci, ministri Peci, praktikisht një javë para se me ardhë